Mendoj që është vendimi balancave, kompromiseve dhe zgjidhjeve politike. Nuk është një vendim atipik juridik. Pra, me këtë vendim gjykata kushtetuese po tregon që nuk jeton jashtë realitetit politik dhe jashtë rrethonave politike, por i ka marrë dhe i ka studiu mirë. Vetë fakti që aktgjykimi nuk ka një fitues të qartë dhe nuk ka një humbës të qartë, dhe 34 ditë që është si thua një mes, një kompromis për një afat shtesë tregon që gjykata kushtetuese në realitet e ka nxjerrë një vendim për të ofruar zgjidhje ose për të mundsuar një zgjidhje politike. Afati 34 ditor, siç jeni njohuri, ka dalë nga fakti që gjykata kushtetuese ka konstatuar që kuvendi do duhet i kishte gjatë ditë për ta zgjedhur presidentin, e duke qenë se kuvendi është konstituu me 11 shkurt 2026, atëherë i ka konsumuar vetëm 24 ditë dhe do duhet i plotësoj edhe 34 ditë. Po ashtu është interesante që gjykata kushtetuese e konfirmon atë që ka thënë taburi opozitar dhe presidentja, që afati 30 ditor për zgjedhjen e presidentit, ose thënë më saktë që presidenti do të zgjidhet 30 ditë para se të skadojë mandati presidentit aktual, është afat detyrues. Po ashtu e ka konfirmuar edhe faktin që procedurat do të fillojnë 90 ditë më herët ose 60 ditë para këtij afati 30 ditor. Gjykata kushtetuese nuk e ka përcaktuar ose nuk me terma nuk ka gjetë shkeljet kushtetutës nga ana presidentes, por vetëm thjesht ka thënë që dekreti i saj nuk ka efekt juridik, duke qenë se kuvendi me kalimin e këtyre afateve duhet të shpërndahet sipas fuqisë së kushtetutës. Pra është kujdesur edhe në terma që as presidentja të mos dalë humbse në këtë proces, ndonse dekreti i saj është zhvlerësuar dhe nuk ka fuqi juridike. Kështu që, siç thash edhe më herët, më shumë është vendim i balanceve, kompromiseve, zgjidhjeve që tenton që të mos shpall asnjë fitues qartë, asnjë humbës qartë, dhe të mos projektoj te opinioni gjerë se dikush e ka shkel kushtetutën. Unë nuk mund të them që gjykata ka konstatuar që presidentja e ka shkel kushtetutën, absolutisht që jo. Po ashtu nuk mund të them që dekreti i presidentes është antikushtetues ose është në kundërshtim me kushtetutën, përderisa gjykata nuk e ka thënë në dispozitivin e saj, por ajo që është më e qartë ose ajo që shihet është se ne kemi një dekret e presidentes i cili është zhvlerësuar ose është shpallur i pavlefshëm, dhe kjo mund të interpretohet se presidentja ka nxjerrë një dekret antikushtetues, çfarë edhe po bëhet. Nga ajo që kam parë edhe këtu jep një shpjegim dhe sqarim, duke thënë që deputetët nuk janë të detyrueshëm, pra mandati i deputetit është i lirë, vullneti i tij është i lirë dhe ai nuk është i detyrueshëm domosdoshmërisht të qëndrojë në sallë, dhe se i takon forca politike që të gjejnë zgjidhje për të arritur kompromisin ose për të arritur kvorumin e nevojshëm për zgjedhjen e presidentes. Bazuar në ato që ka ndodhur më herët, është pak vështirë të pritet që forcat politike të Kosovës gjejnë një zgjidhje. Vetëm nëse ato kanë reflektuar dhe i kanë parë rrethonat politike edhe në vend, e sidomos në botë, të cilat kanë ndikim edhe tek ne, mbase kjo do t'i bëjë që të reflektojnë dhe të hekin secila nga pak dorë prej egove dhe ambicieve të veta dhe ta bëjnë një kompromis për presidentin në mënyrë që vendi mos humbë në zgjedhje. Unë mendoj që kjo është shumë e thjeshtë nëse ka vullnet politik. Na si Kosovë jemi dëshmuar të kalunën që kur liderët politik dojnë mund të arrijnë kompromise edhe më të mëdha në të mirë të vendit, të mirë të interesit, stabilitetit institucional, nuk është diçka që dohet një kompromis ose një lëshim i madh absolutikisht, dhe nuk besoj që deputetët e Kuvendit të Kosovës ose klasa politike janë kaq të papërgjegjshëm dhe kaq të pandërgjegjshëm sa të mos i kuptojnë rrethonat aktuale të cilat ndodhet Kosova, po dhe kjo çapo kalon bota në përgjithësi.